Bashkia e Shkodër zhvilloi ceremoninë e shpërndarjes së kartës së studentit Shkodër, një nisëm që synon të krijojë më shumë mbështetje, mundësi dhe perspektivë për studentët që studiojnë dhe jetojnë në qytet. Në këtë fazë shpërndan 520 karta për studentët e Universitetit të Shkodrës Luiç Guarakuçi. Në fjalën e tij, kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci theksoi se kjo kartë nuk është thjesht një dokument identifikimi, por një platformë moderne digjitale që lidh studentët me universitetin, qytetin, bizneset dhe shërbimin e përditshëm. Ndërkohë, rektori i Universitetit të Shkodrës Luiç Guarakuçi Tonin Xhuraj u shpreh se ky është një premtim i mbajtur për studentët dhe universitetin. Pa që shifni janë pikët. Kjo është pika më interesante. Arsye kryesore për cilin është ndërtuar aplikacioni është ndërtuar për optik, sport dhe fitness. Në momentin që e dini se çfarë kërkon parë, këtu është aplikacioni. Me gjithë profesor Toninin, kur e kemi nisë këtë projekt e koncept, ka qenë si një ëndër që bashkonte disa koncepte të mënyrës se si qyteti zhvillohet, se si japim prioritet linjës së rinisë dhe vitalitetit qytetit. Universiteti jo vetëm që mbart gjithë atë trashëgimi të tij, të kulturës, të artit, të ndërtimit, por mbart dhe shpirtin rinor, të cilën ne si bashki mendojmë që nuk mund të kemi dot një Shkodër të zhvilluar, nuk mund të kemi dot një qytet që ne aspirojmë pa një rini të fuqishme, entuziaste, që e gjen veten në një qytet si ky juaj, i cili për definicion do thojë është një qytet gjithmonë në zhvillim, rinor, siç është edhe i kulturës. Në vetvete nuk është thjesht një drejt që jepet për të marrë studentët disa shërbime. Nuk është vetëm një mbështetje që jepet disa bizneseve për të kombinuar dhe për të bashkëpunuar me studentët dhe për të dhënë një frymë tjetër. Po kjo kërkon një background shumë të fortë të bashkisë. Dhe arsyeja pse ne jemi sot gati për ta bërë këtë, është sepse bashkia duhet të ofrojë shërbime të cilat të jenë të kuptueshme në një kartë dhe të kenë vlerë për kartën. Bashkia e Shkodër beson tek të rinjt. Investon te ata dhe dëshiron që Shkodra të jetë qyteti ku studentët jo vetëm studiojnë, por jetojnë, zhvillojnë dhe ndërtojnë të ardhmen e tyre. Personalisht mendoj që për Universitetin e Shkodrës Luiç Guarakuçi, por në veçanti për studentët e këtij universiteti është ditë historike. Unë në mënyrë të posaçme dëshiroj të falenderoj Bashkinë e Shkodrës, por personalisht kryetarin e bashkisë, zotin Benet Beci, sepse duhet të ndaj me studentët një fakt që në çdo takim që kemi patur, të paktën në këto 20 muaj që unë jam drejtimin e këtij institucioni, kryefjala e takimeve tona e kryetarit të bashkisë ka qenë studenti. Studenti në qendër, çfarë duhet të bëjë bashkia që të ofrojë sa më shumë shërbime, por pa kosto ose me kosto fare të ulët për studentët, për trit, sepse vizioni është i tillë pra që ne të jemi një komunitet. Pra të jemi pjesë e një e të tërës dhe e bashkisë Shkodër, e këtij qyteti, e rajonit tonë që të gjithë e duam shumë. Kështu që me një fjali, ky është një premtim i mbajtur. Përmes kësaj platforme, studentët do të kenë kartën e tyre digjitale në telefon, QR personale për verifikim, si dhe akses në zbritje dhe përfitime në transport, shërbime shëndetësore, farmaci, bare, restorante, librari, kurse profesionale, teknologji, aktivitete kulturore, sportive dhe shumë shërbime të tjera lokale. Vetë studentët u shprehen se kjo është një nisëm e shumë pritur, e cila do të ndikojë drejt për drejt në jetën e tyre të përditshme dhe në lehtësimin e kostove studentore. Shpresoj fort që këto iniciativa dhe këto hapa ndoshta të vogla apo të mëdha që janë të bërë për studentat, sjellin sa më shumë studentë në Shkodër dhe një klimë sa më të mirë për të ne që me vazhdu edhe me jetu në vendin tonë. Zoni jo njihet edhe karta është vetëm një proces ose është një hap i vogël që na kujton këtë gjë ku çdo ditë më shumë do jeni edhe më mirë. Kështu që shumë faleminderit. Jam me fat që jam në brezin e parë që e merr në dorë këtë kartë, por do thosha për maturanta dhe për ato studenta që do vinë mas meje, që jeni më me fat sepse do e gjeni edhe më të pasën se sa është sot. Me këtë kartë studentore unë besoj fort që rinia e ka një shtys tashme. Rinis ju ka dhënë një vëmendje, ajo vëmendje që realisht e meriton rinia shkodrane. Dhe ju bajthirit tanëve ta merrni kartën, ta mbështetni fort rinin dhe t'jeni sa më aktiva. Kjo nisëm synon jo vetëm të lehtësoj koston e jetesës studentore, por edhe të forcoj lidhjet e të rinjve me jetën ekonomike, sociale dhe kulturore të qytetit.
Karta e studentit Shkodër është një mesazh i qartë se Bashkia Shkodër beson tek të rinjt dhe synon të bëjë qytetin më modern, inovativ dhe më të orientuar drejt rinisë.